Përshëndetje, mirë se erdhët në program. Kriza politike në Maqedoni po kalon gjithë parashikueshmëritë. Seanca parlamentare gati në formë komike, po stërzgjatet thuajse 4 javë dhe politikanët ndonë se flasin për krizë, duket se po sillen sikur vendi s'ka asnjë problem. Retorika e përgjithshme që u thuhet njerëzve është prisni ose së shpejti. Dhe nëse pranohet se shumica e qytetarëve kërkonin ndryshim e ai nuk ndodh, a fillon kështu të humb besimi tyre, besimi votës së tyre, çfarë duhet bërë më tej? Sado që është pyetje retorike, a do të vazhdoj kjo status quo apo realisht duhet punuar për alternativa të tjera, për krijimin e qeverisë së re apo për ndonjë opsion që mund të jetë jashtë kutisë? Për këto dhe çështje të tjera do të debatojnë sot Rexhail Ismaili nga BDI-a, deputet, përshëndetje, gjithashtu Orhan Murtezani, Lëvizja Besa, përshëndetje, dhe Flakron Bexheti, Lëvizja për Reforma PDSH, përshëndetje, mirë se erdhët në program. Por do të fillojmë me pyetjet dhe çështjet direkte, menjëherë pas shkëputjes publicitare. Na ndiqni. Dhe jemi rikthyer në studio, siç paralajmërova me të ftuarit Rexhail Ismaili, Orhan Murtezani, Flakron Bexheti. Dhe do ta filloj emisionin pikërisht me atë pyetjen që ndoshta të gjithë e bëjnë për momentin, a janë çelës i zgjidhjes së krizës shqiptare dhe partisë shqiptare? Me përfundimin e zgjedhjeve në dhjetor, pavarësisht se ka më pak deputet në parlamentin e Maqedonisë, më pak deputet shqiptar, të gjithë DC ranë dakord se forca shqiptare, në fakt është më e fuqishme DC, për shkak se pa votën e subjekteve tuaj nuk mund të krijohet qeveri. Mirë po, për gjithë këto javë, faktori shqiptar, ose ajo deklaratë që quhet shqiptare, po duket se po bëhet problematike. Tani, është apo nuk është çelësi i zgjidhjes së krizës forca shqiptare, partisë shqiptare? Po e filloj me ju, zoti Ismaili. Jo vetëm tani, do të pas 11 dhjetorit, që janë faktorë shqiptarët për formimin e një koalicioni të ri, po nga 2001 këndej dihet se shqiptarët gjithnjë kanë qenë faktorë për themelimin e shumicave të reja parlamentare. Dhe unë... Po asnjëherë si tani, kjo është ideja, do me thënë, më përpara në teori mund të kishte mundësi që të krijojnë qeveri edhe pa shqiptarë, por tani kjo është e pamundur, thjesht edhe për shkak të numrave. Tash kemi një rast ri, do të tek bloku Maqedon ka fituar një parti, për të cilën bloku shqiptar nuk ka disponim për të bërë qeveri, dhe kjo është problemi keq. Dhe gjithë kjo problematik ka ndodhur si rezultati i asaj që VMRO, DPMN-ja, me drejt procedurale e ka bloku seancën konstituive të parlamentit. Dhe me gjithë se rregulloria e kuvendit parashef situatat ndryshme, ne gjetëm arsyetimin për ta zhblloku me propozim të 20 deputetëve, do të thotë të linjet për një herë pika e tretë e rendit ditës dhe të vazhdohet me zgjedhjen e kryetarit, me që edhe me të, do të thotë se ka propozim për kryetar parlamenti nga 20 deputet, do të thotë gjitha parakushtet janë për të vazhduar seanca konstituive, ndërprerja pikës 3 dhe vazhdimi i seancës 4. Po, për fat keq, kryesuesi i seancës e ka blloku vendin dhe e dim këtë situatë, më pavarësisht që ju jeni deputet dhe haseni ditë për ditë me këtë situatë. Po, zoti Ismaili, a mund të bëni ju si faktor politik presion që kjo të çlirohet? Pra, ju thoni se shqiptarët gjithmonë kanë qenë çelës në kuptimin e pjesëmarrjes në qeveri, po tani për zhbllokimin e situatës, a mund të bëhet një lloj presioni tjetër që kjo situatë që po e shohim të tejkalohet? Ne haptas e kemi thonë se qeverisje të më të qeshme me VMRO DPMN nuk ka. Bashkimi Demokratik për Integrim, zbashku me subjekte qera parlamentare shqiptare, i kanë thonë jo VMRO-s për vazhdim më të qeshëm. Dhe
edhe njerë për potencoj për faktin se ju për kërkoni diçka për cilët me gjithat ne në parlament kemi ngecë në procedura. Dhe procedurët nga dë njëherë binë shkaktojnë kriza, shkaktojnë probleme. Se do t'i pyes edhe për faqësuesit e tjerë, po a mendoni që do vazhdoj kjo situata kështu, do me thënë që seanca do vazhdoj pafundësisht, se po të jetë për procedurë, një përlogaritje që u bë, i binte që diskutimi mund të vazhdoj edhe me muaj të tërë minimalisht. Po, mund të blokohet edhe pika e 4 e rendit ditës pastaj, po unë besoj se kiqe e faktorit ndërkombëtar, në veçanti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, deri tani nuk e kemi pas në sipërfaqe. Kemi pas përfaqësuesit më të lartë Bashkimit Evropian, duke përfshi edhe vizitën e gjeshme dhe të pardjeshme të njohësit të rrethonave në Ballkan, zotit Bilt, mendoj se janë dhënë gjitha mesazhet. Të zbatoni ligjet dhe kushtetutën e vendit. Mendoj se VMRO-ja, DPMN-ja e ka qartë se në këtë rrugë nuk mund të vazhdoj. Dhe ne, jo vetëm Bashkimi Demokratik për Integrim, por gjitha partitë shqiptare e kanë thonë fjalën e tyre. Hajde dhe ti dëgjojmë dhe subjektet e tjera. Orhan Murtezani, Lëvizja Besa, mendoni gjithashtu se mund të arrihet të bëhet një presion i ri shqiptar, të them, i subjektive shqiptare për zhbllokimin e situatës. Pavarësisht se duket hipotetike, megjithatë cili mund të ishte ose çfarë mund të bëhet tjetër që të zhbllokohet ky moment? Mendoj që po, nëse shohim realitetin politik pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, vota shqiptare është ajo e cila e riformatoi ose ndryshoi komplet skenën politike, desh brenda kampusit politik shqiptar, desh me votat e shqiptarëve që shkuan për LSDM-n. Dhe tani më numrat e kanë sjellë një situatë të re kur cilado qeverisje e ardhshme kryesisht varet nga votat shqiptare. Ne si Lëvizja Besa në vazhdimsi kemi qenë pjesë e zgjidhjes së krizës, e jo pjesë e problemit, duke filluar me procesin e dhënies së nënshkrimeve, mbështetjen e procesit për krijimin e qeverisë së ardhshme e kështu me radhë, dhe mendojmë që kampusi politik shqiptar duhet më mirë ta kapitalizojë kontributin e vet në drejtim të formimit të qeverisë, vetëm ta mbaroj idenë, mirë po fatkeqësisht ky proces kohën e fundit po vendohet në shumë pikpyetje, sidomos nëse kemi parasysh deklaratën e djeshme të kreut të BDI-s, i cili tha se zgjidhja duhet vijë nga marrëveshja e LSDM-s dhe VMRO-s. Patjetër duhet ta them që kjo deklaratë përveç që defaktorizon kampusin politik shqiptar, në një farë mënyrë vendos në pikpyetje edhe shumicën parlamentare prej 67 deputetësh, të cilët në një farë mënyrë po bëjnë betejë për funksionalizimin e institucioneve dhe i shton jashtëzakonisht dyshimet që edhe më tej BDI-ja vazhdon ta luajë lojën e VMRO-s duke e dërguar zgjidhjen te ajo. Më falë Flakron Bexheti, megjithatë një përgjigje për këtë, a do të pres atëherë BDI-ja që njerë të merret vesh LSDM-ja me VMRO-n, apo ka sinqeritet në këtë që thoni ju që është punë e kryer sa i përket qeverisjes me VMRO-n? Unë nuk desha ti replikoj zotit Murtezani, po megjithatë më nxiti kur tha se ne gjithnjë kemi qenë faktor për zgjidhjen e problemeve dhe jo krijimin e problemeve. Duhet ta përkujtoj se pikërisht Lëvizja Besa për fat keq ishin një prej shkaktarëve që çitën sipërfaqe diçka për cilën nuk u dashke dilën sipërfaqe. E vërteta është se edhe një herë përsëris, ne gjithnjë kemi punu në drejtim të zgjidhjes problemit me metoda parlamentare. Do të thotë, po kemi pas informata se në kontinuitet liderët e bloqeve maqedone kanë pas kontaktet e tyre. Dhe për atë arsye ne haptaze kemi thonë, jo në prapa skena. Dakor, të ke edhe një moment, se po thoni një moment të ri. Më falë, ta përfundoj mendimin. Do të gjeni momentin për ta zgjidh problemin. Dhe si dukot, deri para disa kohësh, kemi pas bindjen, se ndoshta edhe LSDM-s i ka konvenu kjo situatë. Pse? Sepse nuk kanë qenë përgatitur për dalë zgjedhje lokale. Dhe ne duke i vret këto, ne nuk jemi survijus të politikës. Bashkimi Demokratik për Integrim është kreatori politikës në Maqedoni. Dhe ne në hatim gjithçka çka bëhet për rreth. Duke i pas parasysh këto. Një moment që jap edhe një shumë interesant. Do të thotë, ne ditën e mërkur, javën e kaluar, lutëm në koordinim tek kryesuesi i seancës, që ditën e njëjtë koordinatorët e grupeve parlamentare të di bloqeve maqedone ta shfrytëzojnë ditën e njëjtë për vazhdim
mas festës Pashkëve të kemi një zgjidhje të problemit. Ata nuk janë taku se nuk u ka konvenu si pas gjitha gjasë. Dhe ne po e shpallos se kemi informata drejt për drejta se me gjithat Zoran Zaev dhe Nikola Gruevski kanë takime direkte të drejt për drejt. Fatkeqësisht përfaqësuesit e tyre nuk janë këtu, megjithatë ju mendoni që në qoftë se jeni të bindur se këto kanë takime pra LSDM-ja dhe VMRO-ja, ose edhe krerët e partive, siç po thoni, atëherë prisni që pikërisht për shkak të këtyre takimeve mund të ketë një zgjidhje? Patjetër, sepse tashmë është e qartë se gjithë sistemi në ka rënë në vend, nuk funksionon asgjë. Nga i pari i shtetit, i cili është shkelësi më i madh i kushtetutës, nga një shumicë, nga një parti serioze, e cila duhet të tregojë shtetformësi, po tregon një arrogancë pa pam deri tani. Jo vetëm në Maqedoni dhe në Ballkan, po ndoshta ky fenomen, kjo dukuri që u paraqit me bllokimin e seancës konstitutive, e kam thënë edhe një herë me një emision, është rast pa precedencë. Për të parë herë ndodh në një parlament bllokohet parlamenti në seancë konstitutive. Dakor, po do me thënë, megjithatë ju mendoni që këto komunikime mes VMRO-s dhe LSDM-s mund të sjellin zgjidhje dhe nga ana tjetër ju shprehni dyshim te LSDM-ja për këtë arsye apo thjesht e shihni si proces për të tejkaluar krizën? Ma shumë si proces për të tejkaluar krizën. Ju thash edhe një herë po e përsëris, derisa i konvenon te LSDM-s, rishin në situatë çfarë rishin. Me që tashmë nuk kemi afate për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, si duket do të përshpejtohet procesi i konstituimit. Flakron Bexheti, si e shikon këtë momentin që po del si një moment i ri që në fakt LSDM-ja dhe VMRO-ja ndoshta kanë komunikime? Do me thënë, po marrim si të mirëqen deklaratën e deputetit Rexhail Ismaili, megjithatë në qoftë se ndodh, a e shikoni si një lojë të tyre apo përsëri si një mundësi për tejkalimin e krizës? Dhe në këtë kontekst mos përfshirja e subjekteve shqiptare në këto komunikime? Atëherë unë do ta filloj ashtu, dhe me thëmë përgjigjen nga pyetja paraprake që kishte të bëjë me faktorizimin e votës shqiptare. Do dalim dhe aty, po sigurisht, me që kemi si çështje dhe që na doli diçka e re. Verdikti, dhe me thënë, i popullatës, i votuesve imponoi një konfigurim të tillë të numrave ku shqiptarët si jo më paru faktorizuan në këtë proces, dhe mirë që ky proces kulmoi edhe me nënshkrimin e deklaratës së përbashkët të partive politike, që u prit mirë, dhe me thënë, përgjithësi nga shqiptarët, me përjashtime të vogla, dhe me thënë, ku fatkeqësisht Lëvizja Besa nuk pranoi që ajo të ndodh këtu në Shkup, ku do ishte një argument më i vogël për ta keqpërdor politikisht VMRO-ja, madje shpesh e potencoj se na qenë ka, dhe me thënë, një marrëveshje koalicioni mes LRPDSH-s dhe BDI-s, dhe se nuk ka nevojë që të takohet apo të mbahet tryeza. Me thënë, kjo do ishte mirë që ky komunikim të vazhdonte dhe ta përforconte ende më shumë peshën, dhe me thënë, politike të vetë elektoratit shqiptar, dhe jo rastisht ajo deklarat, dhe me thënë, në anën tjetër imputon atë një lloj arrogancë të VMRO-s, dhe me thënë, për ta keq trajtuar politikisht, për ta keq përdorur, dhe me thënë, si deklarate Tiranës. Dhe mendoj, jo rastisht edhe ky fjalor politik madje nxitës, dhe me thënë, edhe për luftë qytetare që bëhet në kurrizin e kërkesave reale të faktorit politik shqiptar, është, dhe me thënë, i papranueshëm, ndërsa sa i përket elementit të konstituimit apo të bllokimit të qeverisë, të parlamentit, më falni, dhe me thënë, mirë e shpjegoj përfaqësuesi i BDI-s, megjithatë BDI-ja së bashku me VMRO-n kanë përgjegjësi edhe për këtë situatë, pasi që rregulloria e cila është ndruar e parlamentit i ka dhënë, dhe me thënë, e cila është votuar me një shumicë të thjeshtë, kryesuesi i cili nuk është kryetari i parlamentit, nëpërmjet asaj rregullore të cilën ka votuar edhe BDI-ja dhe VMRO-ja, thirret në atë se nuk mund të kalojë në pikën tjetër për zgjedhjen e kryetarit të parlamentit dhe jo siç ka qenë më herët ku 20 deputet kanë mund të me thënë ta paraqesin. Me që dini në këtë çështje, atëherë këtë gjë e dim pak a shumë, është konstatuar disa herë, po çështja është se çfarë mund të bëhet duke qoftë edhe pasur si argument atë deklaratë që të gjitha ju subjektet i keni firmosur, pavarësisht ku këtij debati që ju po e sqaroni, por a mundet përsëri subjektet shqiptare në një takim, a në një formë tjetër, të krijojë një lloj presioni të ri për të tejkaluar këtë situatë? Se është evidente që kjo mund të ndodhë edhe shumë kohë. Në këtë kontekst, çfarë mendoni që mund të bëhet? Në këtë kontekst do duhet, dhe me thënë, që t'i shpjegohet opinionit e curia gjithë procesit që ka të bëjë me deklaratën. Është mirë që
subjektet politike, po në këtë rast edhe BDI-ja, e cila ka qenë pjesë e negociatave me VMRO-n, është mirë që edhe lideri i saj, nga kuvendi domethënë, t'i shpjegoj opinionit se VMRO-ja ka pranuar atë deklaratë të njëjtë domethënë. T'i jap të dhëna të sakta, me ditë, me datë se e ka pranuar që ta shbëj argumentin e VMRO se gjoja nuk ka qenë e gatshme që ta pranoj atë deklaratë. Më thënë dihet se problemi ka qenë aty prokuroria publike speciale, sipas informacioneve që i kemi ne, nuk ka qenë problem i ligjit të përdorimit të gjuhës. Më thënë është mirë se gjatë asaj periudhe BDI-ja tek po negocionte me VMRO-n kishte një heshtje, domethënë nuk shpjegoheshin detajet se deri ku kanë bri, e cila nuk ndodhi me rastin e LSDM-s ku eksponentë të BDI-s shpesh dilnin dhe tregonin se te banknotat kanë përparim apo të çështja e policisë. Më thënë është mirë që ti shpjegohet opinionit se ka pasur elemente të kësaj deklarate vetëm pa të mbarë. Patjetër. Ka pasur domethënë elemente të cilat janë pranuar edhe nga VMRO të PMN-ja. Madje edhe deklarata e presidentit Ivanov, i cili përmendi atë telefonatën e famshme se nga aty pas kanë ndryshuar gjërat, edhe në atë mënyrë ai e pranoi se pas ka pasur një marrëveshje mes BDI-s dhe VMRO-s. Dhe është mirë përfundimisht që një lloj veprimi i dyezuar mes VMRO-s dhe LSDM-s në këtë moment të jetë më i qartë. Vetëm pak ta mbaroj, ju lutem. Çështja e pjesëmarrjes në qeveri të ministrave të BDI-s dhe të njëjtën kohë pjesa po nuk mund të diskutojmë të gjitha çështjet në një deklaratë. Flakror, ajo që më intereson në këtë sens është kjo. Për çështjen shqiptare dhe do t'i kthehemi kësaj çështjes në fakt të bashkëpunimit tuaj me ndonjë ide tjetër, por ajo që më intereson është ky moment i ri të cilin e fillove në fillim, edhe do doja edhe një reagim nga Lëvizja Besa, nga Orhan Murtezani, se si e shikon këtë mundësinë që LSDM dhe VMRO të komunikojnë, disi fsheftas, diçka që u tha tani për herë të parë, si mënyrë për të tejkaluar krizën. A është kjo e pranueshme deri diku? Kjo është pjesë e politikës, po kjo le të jetë një stimulim i komunikimit brenda faktorit shqiptar më shumë. Ne do ta donim atë komunikim ta kenë aq më shumë që ne të tejkalojmë antagonizmat tonë, domethënë si subjekte politike shqiptare, dhe të njëjtën kohë ne të ulim edhe të bisedojmë dhe të jemi komgules në kërkesat tona. Domethënë nuk është as pak tragjike nëse komunikon LSDM me VMRO-n për ta zhbllokuar procesin. Nuk është se krijohet një lloj mosbesimi në këtë rast. Por as se si ta bindin njëri tjetrin se deklarata e nënshkruar në qenë ka e dëmshme për interesin shtetëror. Përkundrazi ajo fillon, domethënë kuadër të kushtetutës ku ka elemente të marrëveshjes së orit, domethënë komunikimi le të jetë normal i gjitha subjekteve politike, pasi që ekziston një sinkronizim me subjekteve politike shqiptare të cilat i kanë deponuar në shkrimet ndaj LSDM-s, dhe nëse kjo është në interes të zgjidhjes së ngërçit, le të jetë edhe ai komunikim me LSDM-s. Si e shikoni ju, edhe një reagim nga potencua më herët që BDI bën politikë aktive, e bën politikë, ndërsa nga ana tjetër kërkojnë që LSDM me VMRO-n të merren vesh. Mu më duket ka një kontradikt shumë e madhe se po çfarë nëse ata vërtet dy subjektet politike komunikojnë? Si e shikoni këtë moment? Më thënë pavarësisht, ky është një informacion që tani u dha këtu në këtë emision, në këtë debat, siç thash, përfaqësuesit e atyre dy partive nuk janë këtu, duhet të verifikohet. Megjithatë, çfarë nëse realisht takohen, a e shikoni si moment për tejkalimin e krizës, apo e shikoni si një lloj komunikimi të fshehtë mes dy këtyre subjekteve, duke i lënë anash subjektet shqiptare? Ne nuk mund as t'u ndalojmë, as të iniciojmë takimet e tyre, secili subjekt e bën vet politikën e vet. Ne jemi këtu të themi që asnjë zgjidhje nuk mund bëhet pa shqiptar, sidomos tani kur numrat e determinojnë një bashkëpunim të tillë. Do më lësh vetëm një minutë të jap një kundërpërgjigje, u apostrofua që... Po këtë do me thënë e shikoni si mundësi për zgjedhjen e procesit. Nuk është që ka ndonjë dyshim, si me thënë. Tani më kemi një shumicë parlamentare, kjo është një realitet i ri politik, nuk mund të flasim mbi dyshime, andaj të fokusohemi në veprimet konkrete. U tha që Lëvizja Besa ka qenë bllokuese e procesit dhe është kërkuar që të shkojmë në Tiranë. Vetë fakti të thuash që Besa e ka dërguar bisedimet në Tiranë është ta mbështesës argumentin e VMRO-s që ajo deklaratë është bënë në Tiranë. Kjo është një pavërtet shumë e madhe. Ne kemi thonë vetëm që nuk ulemi me Ali Ahmetin dhe nuk i përgjigjemi ftesave të tij, pasi që ai është bashkëfajtor me Nikola Gurevskin.
Kemi thonë që për çdo pikë tani shqiptare, jeni në qeveri me Ali Ahmetin. për çdo pikë shqiptare që të merren vesh, do i mbështesim qofshin në opozitë ose në opozitë. Nuk kemi kërku as nga kryeministri Edi Rama, as nga askush të shkojmë në Tiranë, ne vetëm jemi përgjigjë ftesës së kryeministrit, i cili ka qenë në rolin e një lehtësuesi. Tryeza e partive politike shqiptare ende nuk është konstituu, andaj nuk mund ta thret askush atë. Fillimisht duhet të konstituohet që pastaj dikush të ketë drejt ta. Në këtë program disa përfaqësues të subjekteve politike, do të eja fjalën, të subjekteve që ju përfaqësoni, të gjithë kanë shprehur gatishmëri për të takuar. Më besoni, në sytë e opinionit shqiptar, fakti që ju nuk takoheni pas këtij momenti është jashtëzakonisht e papranueshme, sepse është jashtëzakonisht teknike në kuptimi se si e shohin njerëzit këtë çështje dhe mundohem të flas në emrin e qytetarëve, që në fakt a e ka ftuar, a nuk është ndërtuar, a ka këmbza, ajo tryeza apo jo. Ideja është që pse nuk takohen. Jashtë asaj që kanë nevojë për ta Nuk besoj që ti nuk ke informuar. Nga eksponent e lëvizjes Besa thonë se ne nuk kemi dashur të ulemi me Ali Ahmetin në Shkup dhe kemi kërkuar ndërmjetësim. Jo. Po nga përfaqësuesi nuk ka asnjë prononcim të tillë. Po nga unë kam një me vesh të mi tash. Po të më tregoni ku për cilin me djum në çfarë ditë. Nuk është në rregull nëse unë ju them me përgjegjësi të plotë që nuk ka një prononcim të tillë nga asnjë. Unë mos flas për persona të cilët nuk janë këto, po përfaqësuesi lëvizje unë me vesh të mi e kam dëgjuar. Po s'ka gjë thoni, kush ka qenë? Jo, për do të subjektet parlamentare shqiptare edhe një herë përsëris që ta ketë qartë opinioni në parlament nuk kanë asnjë problem. Ne kemi deklaratën. Deklarata ka qenë e pranueshme nga VMR-ja. Deklarata nuk ka qenë kontestuese deri me 15 shkurt, deri sa pat takim presidenti i shtetit me gjitha subjektet politike. Kur kërkoj me përfaqësues të partive politike, kur kërkoj thanë qoftë dikush mi bjen 61 deputet, unë i jap mandat. Kur dul deklarata? Deklarata dul kur u pan sipërfaqe se është harmonizuar dhe atëherë u gjet një alibi i vogël deklarata. Edhe njerë për e potencoj. Dhe tëtë, gjatë bisedave me VMR-on, nuk ka pas asgjë kontestuese nga deklarata me preashtim prokurorisë speciale, për cilët ne kemi qenë decit. Dhe, këtë dilemë mës ta ketë opinioni. Edhe LSDM-ja, dhe tëtë, nuk ka kurgjo që ka kontestu nga deklarata e subjekteve politike shqiptare. Kjo është një cirk që po e bën VMR-ja për të pengu, për të bloku proceset në këtë vend. Duam si krye fjale bisedës gjithmonë del deklarata, po megjithatë janë shpjeguar disa herë, janë dhënë qasje, çdo kush i ka dhënë pikpamje të veta, po ashtu do ta përfitoj nga rasti edhe unë ta tregoj Curin se si erdhi deri tek deklarata, vetëm detalet vogla dhe shkurtimisht. Me thënë kornizat e deklaratës u venduan në Shkup pikërisht, me thënë, nga subjekte politike të cilat kishin pjesë të deputetëve. Ajo ndodhi mes BDI-s dhe LR-PDSH-s të ftuara si pjesë, mendoj si aleancë e shqiptarëve, ku ishte ftuar edhe Lëvizja Besa. Dhe për hir të vërtetës, Lëvizja Besa nuk mori pjesë në atë takim. Dhe unë jam i bindur se sikur të kishte marrë pjesë në atë takim, unë jam i bindur se nuk do kishte ndodhur ndoshta edhe çështja e takimit në Tiranë dhe dhe me thënë, BDI-ja e ftoi herën e dytë, e ftoi aleanca për shqiptarët, po paraprakisht ishim, dhe me thënë, edhe unë kom qenë pjesë e delegacionit me Zjadin Selën dhe Arben Taravarin për t'i bindur kreun e Besës që ta ftojnë deklaratën, dhe nëse ata nuk e ftojnë, do ta ftojnim ne. Me thënë, ne kemi te kaluar tryezën, po. Madje në takimin tonë të përbashkët u caktuan edhe grupe punuese, të cilat do të takoheshin edhe brenda kuvendit, dhe me thonë, se megjithatë është organ lidhëvënës që përfaqëson edhe interesat tona. Edhe aty Lëvizja Besa, fatkeqësisht, nuk tregoj gatishmëri, jo vetëm pas sa përfundoj. Është problem deklarata dhe mos humbim kohën deklaratës. Është në shkruar gjithë partitë që ndrojnë pas, të fokusohemi te biseda për daljen nga kriza. Deklarata kishte elemente të rëndësishme, domethënë siç ishte ligji për gjuhën shqipe. Dhe të refuzosh një takim të tillë dhe më pas të përdorish amandamente në parlament për të goditur subjekte të caktuara dhe për të shfrytzuar këtë rast se gjoja LR-PDSH me BDI-n pas kanë një lloj afërsie për bashkëqeverisje, e cila nuk ndodhi dhe tani shihet afërsia mes Besës dhe BDI-s dhe e njëjta ashtu ndodh e cila ndërlidhet me bashkëqeverisjen. Dhe në moment të refuzosh takime me Zjadin Selën dhe ti përgjigjesh çdo lloj takimi të Zoran Zaevit, siç e ka bërë Lëvizja Besa,
Me thonë, nuk më duket as pak serioze. Me thonë, është dash të lehet fushata para zgjedhore, megjithatë zgjedhore ka përfunduar dhe ne për hir të çështjes së kauzës kombëtare është dashur që të kemi një komunikim, një komunikim solid dhe për të dhënë më pak argumente. Se fundit edhe Edi Rama shumë bukur e shpjegoi çështjen e deklaratës. Nuk e di pse ka nevojë të ulemi të fotografuemi në mënyrë spektakolare. Doja diçka të flasë edhe për njerëzit e VMRO-s, për çështjen e deklaratës, një shembull shumë të vogël. Menjëherë pas shkëputjes publicitare, rikthehemi në debatin e sonetëm, ku përsëri deklarata po duket se po del si çështje për mënyrën se si është formuar. Megjithatë unë kam dhe pyetje të tjera që disi shkojnë përtej deklaratës dhe përtej tryezës vetëm shqiptare, por menjëherë pas pak. Jemi rikthyer në studio të dashur teleshikues me përfaqësuesit e subjekteve politike, deputeti i BDI-s Rexhail Ismaili, Orhan Murtezani Lëvizja Besa, Flakron Bexheti Lëvizja për Reforma PDSH dhe shumë shkurt se para shkëputjes ta mora fjalën rreth deklaratës dhe mënyrës se si do duhet ta perceptojë VMRO-ja, po? Rreth fjalorit politik që e përdor VMRO-ja, me thënë për të nxitur një urrëtie ndërretnike, madje për të nxitur urrëtie edhe ndaj Shqipërisë dhe ndaj kryeministrit Rama. Një shembull sa për ilustrim, besoj që e ndjekin edhe njerëz të VMRO-s, madje edhe protestuesët të Fordokorjani si e kanë. Edi Rama e shpjegoi shumë mirë çështjen e deklaratës. Madje solli një ligj parlamenti ku e njeh edhe pakicën maqedonase do ketë domethënë avancim te çështja e arsimit, shkollimit mesëm dhe një shembull shumë të mirë të cilën nuk e kam dëgjuar deri tash. Nëse ne si parti politike, si shqiptar, qoftë nga VMRO-ja apo LSDM-ja, nuk kemi arritur që një shkollë shqipet në një vend të banuar me 100% shqiptar, t'ia vëndojmë një emër shqiptar, Edi Rama ka lejuar që për hir të shumicës e cila ekziston të ndrohet emri, domethënë një fshatit që një qyteze e cila është e banuar kryesisht me maqedonas nga liqenas në Pustec, se është bërë një lugat politik, domethënë profili Edi Ramës i cili do të përmenden këto argumente dhe jo të krijohet një tension mes Shqipërisë, kur dihet se në aspektin e eficiencisë vetëm me Shqipërinë Maqedonia ka pasur raporte të mira për dallim, domethënë prej Greqisë, prej Bullgarisë, prej Serbisë. Shqipëria ka qenë ajo që i ka ndihmuar dhe nuk është korrekte që i gjithë ky krimi, domethënë që dol nga përgjimet, që të imputohet si problem mes etnive apo si ndërhyrje e çështjes të brendshme të Shqipërisë. A dihet se Shqipëria sot është shtet i NATO-s dhe mund të jetë në të ardhmen një ndër lëbuesit më të mirë të vetë Maqedonisë për të integruar në strukturat e NATO-s. Sigurisht, megjithatë do të rikthehemi çështjes që ka të bëjë me tryezën edhe me diskutimet. Jo thjesht për të krijuar debatin ku diun pse nuk ajo nuk bëhet, por unë kisha një pyetje përtej kësaja. Është pak zhgënjyse kur ju shikoj si subjekte politike që në fakt nuk po merreni dot vesh për të ulur si subjekte shqiptare. Nga ana tjetër, si form presioni, a do të kishit mundur të krijoni mundësi për krijimin e një tryeze duke përfshirë edhe LSDM dhe VMRO-n për mënyrë për të tejkaluar krizën. Dhe kjo ndoshta do të ishte një moment i ri në politikbërje ku faktori shqiptar jo thjesht në numra do të ishte i fuqishëm, por edhe në veprim ose edhe në inovacion në mënyrën e politikës. Dhe realisht, kur ju nuk po mundeni të merrni vesh, a mund të krijoni një presion të tillë që t'i ulni qoftë edhe në një tryezë të përbashkët subjektet politike në parlament ose jo, nuk ka lidhje shumë teknikaliteti. Ne gjithmonë kemi ofruar alternativa si Bashkim Demokratik për Integrim. Tash patjetër më duhet të përmendje se ishte pikërisht Ali Ahmeti që inicoi tryezën e përbashkët të partive parlamentare shqiptare dhe si rezultati asaj dol deklarata. Kemi bisedu me grupet parlamentare, gjithsesi kemi bisedu edhe me LSDM-n edhe me VMRO-n. Dhe ndoshta ne kemi qenë iniciator që ata të vazhdojnë debatin e brendshëm mbrenda vetës, duke na marrë model pikërisht neve subjekteve politike shqiptare, që ndoshta në kampanjë kemi pas probleme të ndryshme, po megjithatë arritëm koordinojmë çështjet. Dhe unë besoj se kjo ide nuk është për ta hudhur poshtë, po tash të mirë vesh edhe një herë. Kryeforcia e subjekteve politike maqedone, në veçanti VMRO-s, e ban vetën. Do të thotë tash po bëmë edhe banal duke i përmendur çështjet. Në parlament po ndodh një cirk.
ma gjithë ditë diskutant, për përmendi për hirtë të opinionit, se ndoshta opinioni më edhe nuk e përcjell parlamentin, se vërtet edhe ne deputetet për na vënë rand nuk për përcjellim. Dhe thëtë, njëri prej deputetve të VMR-s tha, megjithatë ne jemi shtet multietnik, për herë të parë ndëgjoj. Në mandatin e kaluar kam dëgju prej di zonjave deputete, thojnë jemi shoqëri multietnike. Tash për herë të parë gjen ndëgjoj fjalën nga deputeti i VMR-s thotë jemi shtet multietnik. Dhe për çudi koordinatori i VMR-s pranoi një fakt se boni me dije se ligji i cili është i përgatitur për gjuhët nuk është kontestues për VMR-n. Pranoi se është në harmoni me amendamentin 5 dhe alineën 5 dhe D të Kushtetutës Republikës Maqedonisë. Po si mund të bëhet, si mund të bëni, ose çfarë mund të bëni ju së bashku, që duket që është vështirë, por megjithatë pyetja vlen, çfarë mund të bëni ju së bashku për të krijuar atë presion që subjektet politike maqedonase të arrijnë në këtë përfundim që sapo. Nuk është çështje presionit të subjekteve politike shqiptare. Ne po shohim çfarë presioni po i bën faktori ndërkombëtar, Bashkimi Evropian. Dhe megjithatë nuk janë gjendje këto të lonë më njohën cirkun që janë të e bo, me vetëmin qëllim për të mbrojt dikan, ajo dikan janë një grupi vogël i njerëzve të udhëheqjes së VMR-s, ma gje dhe presidentin e kanë shtinë halë edhe në probleme, dhe nuk depërton fjala e mençur apo arsye. Jemi me një moment kur nuk ka arsye, po kërkohet rrugë zgjidhje për atë çka thash më herët. Orhan Murtezani, a mendoni që mund të ndodhë ky moment, edhe pse si që thash, ja duket që ju keni vështirë të uleni ju si subjekte politike njerë, po me gjithatë me që qëndroni prapa deklaratës, pavarësisht kush dhe si u arrit, dhe ka një moment të veprimit të përbashkët, a mund të ndodhë që së bashku ta bëni këtë presion tek subjektet politike maqedonase, për të krijuar një platformë qoftë, apo e përdor këtë fjalë, apo një bazë ku vendi të kalojë në fazën tjetër, ose të kalojë në fazën tjetër. 3 subjektet shqiptare tani më kanë mbështetur deklaratën dhe fuqishëm qëndrojnë pas asaj deklarate. Kjo është një pikë e përbashkët dhe nuk kupton që ne tani duhet të harrojmë gjitha dallimet. Në relacion me BDI-n kemi thonë... Më falë, po flasim për të kalimin e situatës aktuale, se dallimet gjithmonë do ekzistojnë. Prandaj jeni 3 subjekte të ndryshme, prandaj keni marrë votat nga elektorati ndryshëm, se elektorati s'ka votuar një lloj. Por pajtoni të gjithë që vendi është në krizë, pajtoni të gjithë që mund të keni një rol. Dhe prandaj vjen pyetja që e përsëris se a mund të krijoni këtë presion tek subjektet politike maqedonase për të ulur në një tavolinë, për të tejkaluar situatën? Besoj që po, por mos harrojmë që tani më jemi në një proces të formimit të qeverisë. Ky proces duhet të rezultojë me marrjen e mandatit. Dhe përderisa nuk shteren të gjitha mundësitë për marrjen e mandatit, nuk mund të mendojmë për alternativa tjera. Sidomos në këtë fazë nuk mund të mendojmë për varianta të cilët do të mund ta rehabilitonin VMR-n dhe ta bënin pjesë e zgjidhjes. VMR-ja me bllokimin e institucioneve e mban peng shtetin dhe qytetarët dhe vazhdon ta pamundsoj tranzitimin e pushtetit. Andaj mendoj që nëse e bëjmë pjesë e zgjidhjes, nuk kemi bën mirë as votuesve as shtetit ton. Sa i përket relacion me BDI-n, desha ta them që fillimisht mendoj që ata duhet marrin përgjegjësi që bashkë me VMR-n shtetin e kanë sjellë në këtë nivel e pastaj të bëhen pjesë e zgjidhjes, ndryshe nuk mund aq lehtë të shpërlahet roli i tyre në gjithë këtë katrahur me cilën po përballen. Nuk është çështja e BDI-s. Është çështja e presionit që duhet të bëjë faktori ndërkombëtar. Edhe në veçanti më lejoni të përmend disa çështje. Po mirë, dakor, po a merrni përgjegjësinë, apo jo, atë që thotë Orhan Murtezani, a merrni përgjegjësinë, se megjithatë vendi erdhi në këtë pikë që erdhi edhe si punë e veprimit tuaj politik. Bashkimi Demokratik për Integrim asnjëherë nuk i ka hik përgjegjësisë. Përkundrazi, më të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm se sa që jemi mas 11 dhjetorit, asnjëherë ndoshta nuk kemi qenë. Për faktin sepse kemi mbrojt përveç politikës kombëtare për shqiptarët, kemi mbrojt edhe politikët shtetërore. Tashmë jemi qartë se një subjekt politik në Maqedoni e ka marrë, populli shprehet, dëshiroj ta ndëgjojë, e ka marrë tërkuzën nëpër kom.
Dhe në këto situata duhet jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Dhe Bashkimi Demokratik për Integrim ju mund ta vreni, jemi shumë të kujdesshëm. Dhe për atë arsye kërkojmë kiçjen e faktorit ndërkombëtar më aktiv. Nazim, lejo. Dhe tëtë, Macedonia nga vitet 90 ka qenë sferë e interesit Amerikan dhe investimet që i ka bon Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Republikën e Macedonisë për 27 vite janë $20 miliardë. Nuk tërheqen Shtetet e Bashkuara nga ky vend. Dhe për këtë arsye ne kërkojmë të bëhet presioni 3-4 individëve në Republikën e Macedonisë për ta deblokuar, sepse edhe vetë deputetët e VMRO-s nuk janë të kënaqur me situatën. Po janë në një cirk, janë në një rreth dhe nuk mund të veprojnë ndrysh. Flakron, fillimisht këtë, a mendoni që mund të bjeni dakord që t'i bëni një presion subjekteve politike Maqedonie, domethënë mos të ta heqë të drejtën edhe ty për këtë pyetje, fillimisht dhe pastaj elementi tjetër. Në rregull, domethënë shqiptarët, subjektet politike nuk kanë kapacitet në këtë moment që t'i afrojnë dy subjekte tjera dhe këte mund të bëjnë në mënyrë indirekte, dhe me thënë, nëpërmjet takimeve me faktorin ndërkombëtar, dhe ata në atë mënyrë të ndikojnë që të ndodhë një takim, si që ndodhi një Përzhino apo ku ta diun, po megjithatë nuk e shoh se është e nevojshme se ka elemente diametralisht të kundërta. VMRO, dhe me thënë, parapëlqen të shkohet në zgjedhje të tjera, ndërsa LSDM e vlerëson se ka një numër të shumicës parlamentare për krimin e qeverisë. Dhe të dy subjektet thirrën, dhe me thënë, elementin kushtetues, ku me argumentet e veta kuptohet se LSDM ka drejt, pasi që ka siguruar 67 nënshkrime, ndërsa argumenti i patjeni deklaratës të cilën u mundua që edhe Ivanov ta paraqesë që e rrezikon ka karakterin unitar të shtetit, kur tihet se deklarata fillon, dhe me thënë, me kushtetuesën dhe ka elemente të marrëveshësore, dhe me thënë, nuk ka pse të ndodh kjo, se nuk flasim për një qeveri teknike, flasim për një qeveri politike e cila duhet të marrë, dhe me thënë, përgjegjësitë për ta instalu shtetin e së drejtës, funksionimin e prokurisë politike publike speciale, dhe me thënë ligjin për gjuhët dhe për të shku për një drejtë barazie, dhe me thënë ekonomike mes shqiptarëve dhe maqedonisëve. Ideja e subjekteve politike do të ishte pikërisht që VMRO-ja të lishojë petë rrjedhin proceset normale dhe kushtetuese dhe jo të krijojmë një moment të ri politik. Thjesht për sqarim. Apostrofova nga deputetët, dhe me thënë, ndoshta nuk kam drejt replike, vetëm doja që ta sigurisht që ke të drejtë replike, lirisht. Mu mirë që flet me atë qasje, dhe me thënë, kundrejt VMRO-s, po megjithatë në praktik nuk është ashtu i nderuar i deputet, pasi që kemi edhe në këtë fazë elemente ku BDI-ja funksionon dhe bashkëpunon me VMRO-n. Sa për ilustrim, do me thënë, zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës Supreme, Jovo Vangelovski, i cili përmendet në përgjimet, i cili u votua nga Këshilli Gjyqësor Republikan, ku aty bën pjesë 4 antarë të BDI-s, të cilët nuk e shfrytzuan, dhe me thënë, 2/3 e votës për ta bllokuar ato, i cili edhe është pjesë e përgjimeve, dhe me thënë, kjo flet se brenda BDI-s ende, dhe me thënë, frymon ajo politikë se është edhe pro Apo rrim BDI-ja në dy karike? Kjo është një argument. Më fal, Flaktorod, ne kemi pas debatin dhe kemi ardhur në konstatim se nëse tërhiqen ministrat ose tërhiqet BDI-ja nga qeveria, nuk kemi mundësi zgjedhjes. Dhe deri në zgjedhjen e qeverisë re, ato njerëz prapë do të jenë aty, duhet të vazhdojnë me punë. Dhe mos krijojnë personat që janë përmend të përgjimet nga pjesëtarët BDI-s. Aty po duhet vi. Do të thotë, mund të krijojmë hapësina që nëse japin dorëheqje ministrat e BDI-s, mund të krijohet hapësinë që nesër ata të përgjigjen për këtë çështje. Sepse duhet të vazhdojnë deri te ardhja e ministrit të ri, çdo ministër duhet të jetë në vendin e punës. Domethënë ligjërisht e dim këtë, se praktikisht edhe kur jep dorëheqje, në fakt detyrë nuk mund ta lësh derisa nuk vjen zavenci. Teknike, qeveria është teknike, janë çështje teknike. Qeveria është në fakt sot e kësaj dite Maqedoninë, domethënë dhe qytetarin me borxhe nga bankat huaja. Duhet funksionojnë. Ne po të kishmi qenë të bindur se rruga me VMRO-n u sjell favor shqiptarëve, ne do ta vazhdonim. Po, megjithatë, erdhëm konstatim se duhet funksionojë diçka të cilët i ka ardhur fundi dhe patjetër dhe pa konstatuar ka një shembull tillë ku për ta zënë një subjekt e krijon është pjesë e një shumice parlamentare me një subjekt që e përbën ta zënë me LSDM dhe të njëjtën kohë ndodhen me VMRO-n në qeveri. Po ne jemi të shtetin e çuditërave, unë thash më herët. Një shembull që nuk e kemi has në politikën moderne. Opinioni e ka tani më shumë të qartë që
pasi Nikola Gruevski mori mandatin, BDI-ja nuk isha aq sigurt që nuk don të vazhdoj rrugtimin e saj me VMRO-n, madje për 20 ditë biseduan dhe analizuan gjëra gjatë. Mendoj që ne si Lëvizja Besa ishim shumë të qartë, ku në momentin kur ai mori mandatin, thamë që me Nikola Gruevskin dhe VMRO-n e atij në asnjë moment nuk do të jemi të gatshëm për të zhvilluar bisedime. Të gjithë këto kalkulime që po i bën BDI-ja kohën e fundit nuk jep sinjale të qarta që është shkëputur nga VMRO-ja, madje ju nuk keni besimende te BDI-ja apo jo? Ata reflektojnë ashtu, spaku, sidomos nëse kemi parasysh edhe atë që deklaroi kryetari i shtetit, ku tha që në një telefonat i ka prish gjitha marrëveshjen, kjo i shton dyshimet se ata vazhdojnë edhe më tej të në një koordinim të ngushtë me VMRO-n, ndërsa duke nga ana tjetër duke shfaqur se vazhdojnë bisedime me LSDM. Do me thënë vazhdon dyshimi, si me thënë edhe i shprehur edhe nga Lëvizja për reforma, dhe në këtë kontekst atëre si mund t'ju shohim se më shtyni ta çoj bisedën në vit tjetër, edhe pse dua të kaloj te ndikimi huaj, po si mund të funksionojë një qeverisje e ardhshme kur ka kaq shumë mosbesim mes jush njëherë. Pastaj paramendoni edhe mosbesimi që mund të vijë edhe tek subjekti politik maqedonez. Mosbesimi rrjedh nga prononcimet publike dhe nga hapat konkret politik. Përderisa insistohet që VMRO me LSDM të merren vesh, gjithë ne tjerët të presim, mendoj që kjo nuk i kontribuon as faktorizimit të partive politike shqiptare, po as krijimit të qeverisë së ardhshme, pos që shkon në favor të VMRO-s. Flakron Bexheti, a mendoni që mund të krijojnë linja besimi të paktën mes shqiptarëve, qoftë duke përdorur edhe atë mundësinë e tryezës së takimit? Linja besimi mund të krijohen nëse jemi të sinqertë mes vete. Ju nuk jeni, do të thënë ju mendoni që BDI-ja nuk është e sinqertë. Flas për lëvizjen për reforma po tash. Prej fillimit, do të thënë, kemi pas qëndrime të prera rreth deklaratës, rreth unifikimit, te ka thënë lideri jon para zgjedhjeve dhe e ka mbajt fjalën, do të thënë. Nuk kemi bë veprime të dyezuara, do të thënë, për të luajtur loja të ndryshme të cilat subjekte të ndryshme i kanë luajtur. Dhe ne mendojmë se takimet e ndryshme dhe komunikimi mes faktorit politik duhet të vazhdojë, me thënë duhet të jemi të sinqertë. Kjo vlen edhe për Lëvizjen Besa, e cila sikur pa të krijuar një vetbesim të madh brenda vetes vet dhe ishte refuzuese edhe për bashkëpunimin para zgjedhor, domethënë, madje këshilli opozitar ku keni qenë edhe ju, i cila u shndrua mandej në këshill bipartiak, pengoi në atë moment, domethënë, krijimin e një opozite të përbashkët, e cila do ta sfidonte dhe do ta fitonte BDI-n. Ne kemi qenë të hapur gjithmonë që si vetëm pak, gjithmonë kemi qenë, pasi ka qenë shumë e natyrshme që bashkëpunimi jonë të jetë i ngushtë me Lëvizjen Besa, do të thënë si parti opozitare, të se jemi krijuar nga paknacit ndaj BDI-s, por Lëvizja Besa faktërisht se ka pas një vetbesim. Nuk e krijuat opozitën e bashkuar, por mund të krijoni një qeverisje të përbashkët tani. Do të shtysa më e madhe është për qeverim. Madje ju lutem ta përfundoj. Madje ka qenë e natyrshme që pas rezultatit, pas verdiktit, që ne atë komunikim ta kemi me Lëvizjen Besa, qoftë edhe për zgjedhje lokale, po ja që Lëvizja Besa ka përzgjedhur PD-shin e Menduthaçit për të kalkuluar për zgjedhje të ardhshme. Do të thonë edhe çështja e vetëm pak të përfundoj. Orhani një herë sepse u apostrofua më tepër. Vetëm pak. Do të thonë nuk ka qenë, m'fal ta mendoj mendimin. Gjatë gjithë procesit, mbas zgjedhjeve, do të thonë, fokusimi i Lëvizjes Besa nuk ka qenë edhe aq te puna e qeverisë, duke atakuar vazhdimisht se BDI-ja dhe LR PD-sha apo aleanca do ta krijon qeverinë duke i shfrytzuar atë moment tek sa u flistet për deklaratën, ndërsa vetë siç dihet synojnë, do të thënë, zgjedhjet lokale. Dhe ne duhet ta pastrojmë konceptin ton politik se a jemi për çështjen dhe kauzën kombëtare në këto momente që atë pjesë të deklaratës ta inkorporojmë si vlerë, do të thënë, të realizueshme të faktorit shqiptar, apo do të bëjmë matematika që kanë të bëjnë me zgjedhjet lokale? Ja ta dëgjojmë Orhan Murtezanin e Lëvizjes Besa. Edhe pse nuk ndëgjova ndonjë argument, gjithçka ndëgjova ishte një retorik dhe një mungesë shumë e madhe argumentesh dhe gjëra që nuk kanë bazë në realitet. Lëvizja Besa, gjitha bashkëpunimet, është vërtet su falënderuar Menduthaçit kur ju ofroi domethënë ata. Nuk ju ndërhyra. Paramendoni, ju keni lejuar të bashkëpunoni me mendojnë duke qenë shumë larg aleancës edhe liderit tonë. Gjitha bashkëpunimet që kemi bërë në publike, nuk kemi takuar me askënd fshehtas, as para zgjedhjeve, as pas zgjedhjeve. Po eksponenti i PD-s-s ju akuzoi se keni pas marrëveshje të msheft mes Besës dhe PD-s-s. Nuk merrem me akuzat e atyre që nuk kanë bazë.
sidomos për një subjekt që shqiptarët e njohin jashtëzakonisht mirë. Andaj, i cili qëllimi paska qenë për të rrezikuar lëvizjen për reforma. Do doja të shpjegojmë, gjithë këta janë spekulime portalesh për cilat nuk e vlen t'u humbim kohën qytetarëve. Ajo që doja ta them unë është që Lëvizja Besa deri në këtë moment nuk ka bë asnjë bashkëpunim ose koalicion parazgjedhor me asnjë parti. E kemi thënë disa herë që në këtë fazë përderisa është në pikpyetje funksionimi i shtetit dhe mirëqenia e qytetarëve, nuk merremi me kalkulime funksionimi i shtetit se sa takimi mes liderit tuaj dhe liderit tonë, se këtë shpesh ju e përmendni se funksionimi i shtetit na qenë ka për ne nuk është më i rëndësishëm funksionimi i shtetit. Është më i rëndësishëm që kërkoj lideri Besës takohen për krye parlamentarin, a nuk e shif këtë arsishme takohen për deklaratë. Shpesh shumë për çështjen e shtetit kujdes. Nuk qëllimisht ju lash debatoni jo, po nuk ndërhina, është edhe parti për ndërhin. Po qëllimisht tash më lejo. Janë çështje për cilët edhe ju thatë më herët. Bisedojmë për çështje të ardhmës e më pak të mire me të kalume, megjithatë tanë kohën po mireni me çështjet jo, kjo nuk vjen për BDI se ka përgjegjësi jashtëzakonisht madhe, ka qenë pjesë ekzekutive. Absolut. Edhe nuk mund ta amnestojmë nga gjithë ajo përgjegjësi. Ne nuk i hikim përgjegjësisë asnjëherë që kemi thonë që largohemi nga përgjegjësia. Po, dallim me subjektet tjera e me veçanti Besën, BDI-ja ka përgjegjësi për situatën e tanishme dhe për të ardhmen mas tepërmit. Sepse para nesh qëndron një marrëveshje ende e papërfunduar, e cila është bon deklarat dhe ne i paraprim bashkë me ju asaj deklarate ta bojmë realitet. Dhe nëse ne miremi me këto çështje, nuk i ndihmojnë të ardhmës. Dhe mua më ka shqetësu, janë di momente që jam i shqetësu nga Lëvizja Besë. Ajo që e thash më herët dhe përsditi kur lideri juaj the, unë kërkoj të takomu për krye parlamentari. Dhe gjithat punë për çështjen e deklaratës e spinoj, e qenë Tiranë dhe na i pru situatët me gjithat. Nëse BDI ka fillu shqetësohet për veprimit tonë politik, kjo shenjë mirë apo e bëjmë punën tonë. Absolut. Andaj kjo është një argument që jemi në rrugtimin e duhur politik. Jo, po m'vjen keq se po tregoni pa pjekuri politike. Se megjithatë, BDI-ja gjithnjë ka apelu dhe ka kërku të ketë një opozit fort. Një opozit e fort i ndihmon edhe opozitës. Për fat keq, në veprimin e deri tanishëm, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka pas opozit. Ka pas një parti politike e cila i dim tash momentet nuk du të potencoj se nuk kemi edhe prezent person nga to. Po, ne kemi nevojë të kemi një opozit konstruktive, jo edhe parimore, jo të flasë për karriga, po të flasë për programe. Kjo në interesant. Ideja është, do me thënë, ishit të gatshëm të takoheni dhe diskutoni për kryetar parlamenti, në qoftë se nga radhët tuaj do të ishte kryetari parlamentit, atëherë Lëvizja Besa nuk do kishte problem të ulet të diskutoj. Nga ana tjetër nuk po uleni për tryezën. Kjo është akuza që po vjen nga këto dy subjektet e tjera. Ta dëgjojmë Orhani që mos mendoj që nuk ja japi fjalën. Në kuadër të shumicës parlamentare, në kuadër nuk kemi problem në deklaratën, ne kemi qëndru pas dhe i qëndrujmë gjithë pas. Nuk e keni ftuar asnjëherë. Është kalu, është pranu deklarata. Pse ta problematizojmë tani deklaratën? Të lutem tani ju lash të debatoni megjithatë për të bërë debatin më cilësor. Orhan, të lutem. Në kuadër të shumicës parlamentare kanë vazhduar komunikimet rreth propozimit për kryeun e kuvendit. Dhe në një marrëveshje paraprake është dakorduar që krerët e 4 partive të ulen dhe të caktojnë cili do jetë kandidati i përbashkët. Pastaj BDI-ja ka arritur që LSDM të ja imponoj dhe ne këtë kandidaturë kemi llogarit si të imponuar dhe kemi vlerësuar që është e papranueshme, sidomos për faktin që nuk është garantues i kursit reformator të qeverisë. Nuk është çështja këtu. Më fal që tani të ndërhyj. Nuk është çështja fare të individit. Çështja është akuza. Më fal. Akuza që po bëhet nga dy subjekte thotë që ju më përpara takoheshit për karike, që ta them kështu, sesa takoheni për deklaratën. Sepse nëse kryetari i parlamentit ishte shqiptar, nga radhët e Besës, atëherë ju nuk do kishit problem të uleshin në tryezë. Kjo është ajo çka u tha këtu. Jo, po nuk qëndron kjo. Nuk qëndron për faktin se ne në asnjë moment nuk kemi shfaq apetite dhe ambicie për formimin e qeverisë së ardhshme, por kemi këmbgul në kryetarin e parlamentit. Tash
po flasim për karike, përfshi edhe kreun e kuvendit. Këmbgulja pse kreu i kuvendit duhet të jetë i besës është që e garanton kursin reformator të qeverisë së ardhshme, duke qenë një kandidat i cili mbi të nuk randojnë afera korruptive dhe keqpërdorime të detyrës së ardhshme. Pra, nuk është tek karikja, po tek garanca për procesin për të cilin gjithë edhe një do ta bëj pyetjen Orhan, nuk ishte problemi, këtë e kemi kuptuar, e keni sqaruar. Akuza që u bë këtu nga dy subjekte politike është se pse më përpara doni të uleni, të diskutoni, kur diskutohet një post, sesa për deklaratën. Kjo është ideja. Por kjo është një akuzë pa bazë, nuk është e vërtetë. Se nuk flasim për karike, flasim për koordinim, për zgjidhje. Në kontinuitet. Unë respektoj përgjigjen tuaj, domethënë thjesht për të sqaruar opinionin. Edhe në zgjedhjet parlamentare në 2014, edhe në zgjedhjet parlamentare në kampanjën për zgjedhjet parlamentare 2016, kemi thonë se njëni prej 3 vendeve kryesore në shtet do t'i takoj shqiptarëve. Dhe ambicijet e Bashkimit Demokratik për Integrim janë ditë se kërkon dhe sinon të realizoj atë që është pjesë e programit saj. Dhe unë këte nuk e kam digju nga subjekte tjera. Po vim në minutat e fundit të programit. Dhe për të sqaru edhe njëherë, jo për të imponu, jo për të spinu, po e vërtet se kam digju me veshte mi liderin e lëvizjes Besa, i cili ka thonë se ma gjithë, tha, kërkova takim të liderve për të morë vesh me krye parlamentarin. Kjo është e vërteta. Dhe neve kjo nga ka shqetësu si subjekti ri që jeni, se po të regoni papjekuri politike. Shiko, ju duhet të shqetësoheni për BDI-n dhe veprimet tuaja politike, ne shqetësohemi për veprimet tona, qytetarët në zgjedhje japin verdiktin e tyre. Nuk është e vërtetë që lideri i Besës ka thonë ashtu. Lideri i Besës ka thonë që ishim dakorduar që liderët e 4 partive të ulen dhe të propozojnë një kandidat të përbashkët, gjë që nuk ka ndodhur. Kjo është e tëra. Dakor, për mos ta ikur, sepse në qoftë se i rikthehemi kësaj çështje përsëri do keq qëndrime të ndryshme, opinioni do t'i marrë përgjigjet ashtu si i keni dhënë ju. Kam vetëm edhe 2 pyetje dhe po e mbyllim programin. Pyetja e parë me që jemi këtu është dhe e preku pak Flakroni dhe do filloj prej atij, Flakron Bexheti. A mendoni që ka mundësi që në bazë të deklaratës, në bazë të parimeve të deklaratës, të shohim një bashkëpunim me subjekteve shqiptare për zgjedhjet lokale? Do me thënë, deklarata është një bazament i shëndosh juridik. Dhe e bukura e deklaratës ishte ajo që të ketë një komunikim normal mes subjekteve politike. Aty do me thënë u inkorporun shumë pika të platformave politike, madje kishte pak knatësi edhe të faktori politik shqiptare dhe të veç shqiptare, se nuk janë prekur disa çështje të rëndësishme, do me thënë, shumë çështje të rëndësishme, ka pasur pak knatësi edhe brenda subjektit tonë, po ja që ishte një moment i tillë që t'ju jepet përparësi, do me thënë, elementeve sublime të shtetit, të cilat janë të domosdoshme, siç është funksionimi i prokurorisë publike speciale, elementi i gjuhës, zhvillimi i real, dhe gjithë elementet që janë të deklarata. Të tjera, do me thënë, si prioritete. Po, a mund ta shikoni veten si subjekt politik të bashkëpunoni qoftë me BDI-n, qoftë me Lëvizjen Besa në zgjedhjet lokale, duke marrë përbazë deklaratën? Unë mendoj se deklarata, do me thënë, ndërlidhet me elementin e pushtetit dhe të ekzekutivit. Nuk shoh arsye se ka të bëjë me elemente lokale, do me thënë, nga se ka probleme të ndryshme lokale që nuk merren me probleme juridike apo kushtetuese. Do me thënë, deklarata mendoj se ka të bëjë me çështjen e legjislativit dhe ekzekutivit për të implementuar. Mirë është që ajo komunikim që ka ndodhë, ajo do ishte pozitiv se do kishim një fushat shumë më të qetë, ndoshta do kishte pas bashkëpunime, se është shumë më rëndësi kur ka komunikim. Dhe jo rastisht përfaqësuesit edhe të aleancës apo të LRPD-s, asnjëherë nuk e kanë menduar se kush është i ftuar nga Besa apo i BDI-s, të cilët shpesh të dy subjekte e kanë luajtur atë lojë. Do të thënë kemi qenë gjithmonë konkret, madje kemi thënë argumentet dhe kemi ditë edhe të përshëndetemi pas emisionit. Orhan Murtezani, a mund të ishte deklarata një bazë mirë për bashkëpunime në qoftë se krijohet një mundësi e tillë? Brenda partisë ende nuk kanë fillu bisedat konkrete për çështjen e zgjedhjeve lokale, madje as për zgjedhjen e kandidaturave. Është një çështje që mbetet të diskutohet kur do afrohen zgjedhjet lokale dhe organet e partisë do marrin vendime të caktuara. Deklarata i definon çështjet shumë mirë. Jo rastisht është bërë edhe treza rromullak për të vazhduar procesi i bashkëpunimit edhe me to tjetër. Ne kemi vende, siç është Resnja, Ohri, Dollneni, pastaj Manastiri, Velesi, ku nuk kemi përfaqësues me Preshtim, flas Velesi edhe Ohri me sa e di, nuk kemi përfaqësues në këshillat komunale. Dhe neve na imponohet kjo çështje. Ne si Bashkim Demokratik për Integrim edhe në kaluarën kemi kërku bashkëpunim me subjektet politike shqiptare, pikërisht në këto vende ku janë shqiptarët minimalisht,
të përfaqësojnë, të kenë përfaqësues të tjerë në këshillat komunale. Po në qytetet e mëdha, ku shqiptarët janë shumicë, aty megjithatë mendoni që duhet të ketë konkurrencë? Duhet, patjetër duhet të ketë konkurrencë. Shembull, ne në komunën Likovës, sado që të garojnë, në fund do të fitojnë një shqiptar, qoftë përmes listave ose përmes kandidatëve për prefekt, po në Kumanov na imponohet nevoja. Megjithatë se mund të ndodhet që të na humbin shumë këshilltarë. Në vendet ku jenë përzierë, mendoj se duhet patjetër ne ta shohim mbi gjitha interesit. Po a mund të ketë ky moment një kundër efekt që në momente të caktuara subjektet politike maqedonase të bashkëpunojnë kur aty nuk janë te rasti i Korçovës edhe te Istrugës ka ndodhur dhe kjo patjetër që do të ndodhte edhe mes nesh, me thonë në ato komuna se më falë se va marra fjalë. Te rasti i Korçovës apo raste tjera duhet jemi të kujdesshëm mos nxjerrim shumë kandidatë. Po mirë, a nuk mendoni që mund të ketë një kundër efekt në një rast të tillë? Po nuk besoj se në disa, po edhe nëse ka ka ndodhur rasti i Korçovës ishte se bashkëpunon dy subjektet VMRO dhe LSDM që të fitoj kandidati i Maqedonisë dhe të njëjtën kohë kishte një lloj mobilizimi. Megjithatë për hir të së vërtetës ka pas shumë kritika sidomos ndaj LSDM-s që ka bashkëpunuar me VMRO në atë kohë në Kërçov. Kështu që është edhe ky momenti, domethënë sfidojmë LSDM-n. Tash po sfidojmë LSDM-n. Okej, domethënë mund të krijohet edhe bashkëpunime të tjera. Krejt në fund ju e përmendet, megjithatë dua një vlerësim shumë të shkurtër se jemi përtej limiteve kohore. Ndikimi huaj. A mendoni që zgjidhja e krizës gjithçka do të mbes vetëm tek ndikimi huaj apo megjithatë edhe faktori brendshëm është i rëndësishëm? Unë e thash edhe më herët dhe besoj dhe jam i bindur. Jo vetëm që besoj, por jam i bindur se megjithatë faktori ndërkombëtar Republikës Maqedonisë gjithnjë i ka shtri dorën e ndihmës dhe dorën e rrugtimit të Republikës Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian dhe strukturave euro-atlantik. Është kokëforcia e këtyre strukturave politike që e kanë pru vendin këtë situatë. A mendoni që faktori ndërkombëtar do të arriti zbuz këto kokë të forta? Unë besoj sepse ka mundësi, ka alternativa për njerëzve, individëve caktuar me ju tregu vendin se ku e kanë. Nëse kemi parasysh të kaluarën politike kur ndërhyrjet e faktorit ndërkombëtar kanë arrit të përshpejtojnë gjetjen e një zgjidhje, mendoj që është e patjetërsueshme ndërhyrja më direkte dhe këmbgulja më e madhe. Ndoshta në këtë rast fatkeqësia e jonë është që e tërë Evropa këtë verë do të ketë zgjedhje, kemi problemin me refugjatët dhe duket se kanë edhe probleme të brendshme, por shfrytëzoj rastin edhe një herë të apelojmë, disa herë kemi apeluar si Lëvizje Besa që ndërhyrja më direkte e faktorit ndërkombëtar do e përshpejtonte zgjidhjen sa më shpejt. Po a mund të ishte edhe kjo një mënyrë që ta apeloni së bashku që të ishte zëri më i fuqishëm tek ndërkombëtarët? Gjithsesi ne i bëjmë në të gjitha takimet. Se individualisht sigurisht të gjithë e presin. Ne ambasadorët e huaj domethënë kërkojmë këtë mobilizim dhe këtë ndikim dhe faktori ndërkombëtar ka format të saj. Ne jemi për atë që ndikimi i BE-s dhe Amerikës të jetë më prezent pasi që fatkeqësisht ndikimi rus është evident kohët e fundit domethënë në Maqedoni. Kuptohet për shkak një lloj afërsie të VMRO-s. Ja sot kemi rastin e takimit të presidentit të Bosnës, domethënë i cili është serb, i cili takohet me presidentin Ivanov, ndërkohë që Carl Bildt dhe Hani nuk u takua me Ivanovin, janë disa sinjale që flasin për një izolim total, domethënë të kreut shtetëror me faktorin e BE-s ku ka aspirata Maqedonia të jetë pjesë e saj dhe ne mendojmë se BE-ja duhet të jetë prezente dhe nëse dhe të shfrytëzoj format e asaj të sankcionimit të individëve të caktuar, domethënë jo të pësoj qytetari thjesht apo Maqedonia të ketë një izolim total apo embargo apo heqje të vizave, por të përdor disa mekanizma të konfiskimit të pasurisë të personave të inkriminuar, pasi që kjo ka ndodhur në disa shtete, domethënë që borxhin ta paguajnë njerëzit e inkriminuar dhe jo qytetarët e thjeshtë apo të penalizohet. Dhe mërim përsëri te tryeza e përbashkët. A nuk mendon Flakron Bexheti se duke i bërë këto apele së bashku edhe si pjesë të deklaratës, po duke i bërë së bashku edhe para faktorit ndërkombëtar këto mesazhe do të jenë më të fuqishme? A mund të shohim me gjithatë një koordinim mes tre juve subjekteve? Ja, kjo do ishte një mënyrë përsëri për të ulur së bashku. Kemi vlerësuar se problemet
të problemet të rëndësishme këtë njëmë problemet e politikës së jashtme të Maqedonisë në rrugën e integrimit, dhe me thonë problemi njërë me rastin e Greqisë, normal edhe problemet e brendshme që kam pasur të bëjnë me mos implementimin e marrëveshjes së Ohrit dhe si produkti i asaj vjen kjo deklaratë ta përforcoj rrugtimin e Maqedonisë, dhe me thonë në atë se gjitha raportet e BE-s është përdorur çështja e ngecjes së bisedimeve me Greqinë dhe mos realizimi i marrëveshjes së Ohrit, drejtës së mediave, gjyqësia e pavarur e tjera. Do të thonë këto janë elementet dhe faktori maqedonas më saktë, do me thonë, vëmbërohet, që e përsëritin disa herë për të ikur asaj përgjithësisë e imputon problemin e deklaratës për të bën një krizë artificiale ndëretnike e cila nuk ekziston. A mund të shohim shpejt një tryezë të përbashkët për t'i koordinu këto gjëra dhe për t'i bërë? Ne si parti atë kemi bërë dhe ju kemi bërë thirrje. Vetë Lëvizja Besa nuk është e gatshme. Unë mendoj se Lëvizja Besa e ka radhën dhe duhet prononcohet nëse bën. Hajde ja ta dëgjojmë për fund. Shumë shkurt. Mendoj që jemi në një proces me një deklaratë të nënshkruar dhe një proces për formimin e qeverisë. Andaj gjithë kontributi jonë duhet të jetë në këtë drejtim. Në këtë fazë vlerësojmë se nuk ka ndonjë nevojë jashtëzakonisht të madhe. Nuk e shihni të nevojshme që të uleni, t'i bëni presion ose t'i bëni thirrje komunitetin ndërkombëtar së bashku që të tejkalohet momenti. Nëse do kemi ndonjë momentum, në qoftë se do ketë ndonjë moment të ri politik, gjithsesi që organet e Lëvizjes Besa do vendosin si. Edhe një, nuk e shikoni si mundësi, për shembull, në qoftë se të gjithë pajtoheni që faktori ndërkombëtar është i fuqishëm dhe i rëndësishëm, por në qoftë se i bëni thirrje së bashku, a nuk është më e fuqishme? Po ta dinim që një thirrje e përbashkët do e zgjidhte krizën, ajo do ishte një moment i ri politik. Po si do e dini në qoftë se nuk e provoni? Po deri tani gjithë partitë kanë bërë thirrje politike dhe nuk mendoj që shumë varet nga këmbgulja ose thirrja e përbashkët e faktorit ndërkombëtar. Mos harrojmë që ata kanë edhe interesat e tyre në rajon dhe ata janë shumë të interesuar që të kemi një qeveri stabile. Dakor, edhe pse të gjithë thoni që jeni të gatshëm për të ulur në tryezë, në fakt ju jeni në një tryezë dhe jeni duke diskutuar, megjithatë besojmë që veprimet tuaja politike do të arrijnë që të tejkalojnë krizën politike në vend. Të dashur teleshikues, ishte ky debati i sotëm me Erxhail Ismailin, Orhan Murtezani, Flakron Bexheti. Këtu përfundon programi 200, do të rikthehej sërish javën që vjen, ndërkohë nesër mos harroni të ndiqni kolegen Arta Tahiri me Rrugën Drejt. Deri në takimin e radhës, nga unë Azim Rashidi, mirupafshim.